Leonida, të përshëndes, u zhvillua edhe një ceremoni me nisjen e vitit të ri akademik në Universitetin Aleksandër Mojsiu të Durrësit. Nga të dhënat që ke, si janë regjistrimet këtë vit krahasuar me një vit më parë? Përshëndetje Kassandra, në fakt ndodhem pranë Universitetit Aleksandër Mojsiu këtu në qytetin e Durrësit, atje ku si gjithë universitetet e tjera ka nisur viti i ri akademik 2025-2026, deri në këto momente që po flasim ku është zhvilluar dhe raundi i parë i regjistrimeve për këtë vit të ri akademik në Universitetin Aleksandër Mojsiu në Durrës janë regjistruar 1900 studentë të rinj, që do të thotë rreth 10% më shumë se sa viti i shkuar, pra ka patur interes të lartë për sa i përket regjistrimeve dhe për të ndjekur studimet pranë Universitetit Aleksandër Mojsiu këtu në Durrës, i cili edhe këtë sezon ose vit akademik, si për të thënë ndryshe, nuk ka patur asnjë prej degëve të mbyllura, të gjitha degët janë të hapura, madje janë hapur edhe 4 degë të reja për vitin e ri akademik, jo më që të mbylleshin degët ekzistuese, pasi ka një numër relativisht të lartë për sa i përket studentëve të cilët marrin pjesë në studimet ose studiojnë në këtë universitet, prandaj dhe është një ndër universitetet jo më kotë më të mira të vendit, i cili ka dhe lidhje të drejtë për drejta jo vetëm në Shqipëri, por edhe me universitetet jashtë vendit, ku më të shumta janë edhe studimet të cilat ofrojnë dhe diploma të dyfishta, pasi ka marrëveshje me disa prej universiteteve më të mira në Europë, Universiteti Aleksandër Mojsiu i qytetit të Durrësit, ku siç e thatë ju sot, është zhvilluar një ceremoni për nisjen e vitit të ri akademik, ku i pranishëm ka qenë dhe presidenti i Republikës, zoti Bajram Bega, i cili dha mesazhet e tij inkurajuese për sa i përket këtij viti të ri akademik, u drejtuar jo vetëm studentëve, por edhe stafit pedagogjik. Studentëve ju tha se puna e tyre është çelësi i suksesit në të ardhmen e tyre, dhe dia nuk është vetëm një informacion, por një mjet që bën diferencën. Ndjekim për më tepër se çfarë ka deklaruar ndër të tjera presidenti i Republikës, zoti Bajram Bega, dhe rikthehemi sërish bashkë. Kënaqësi që unë sot jam me ju në këtë ditë që shënon hapjen e një kapitull të ri, kapitull 3 të vitit të ri akademik të Universitetit Aleksandër Mojsiu. Çdo vit shkollor është një ftesë dhe një përkthim. Është një ftesë për dije, për përkushtim dhe përgjegjësi. Është një premtim për të ardhmen tonë, për një të ardhmen më të mirë. Të dashur student, ju jeni gjenerata me cilën ndërtohet e ardhmja. Po përballemi me një botë që ndryshon me ritme të jashtëzakonshme. Sfida globale, të cilat janë të lidhura me sigurinë, me ndryshimet klimatike, me transformimet ekonomike dhe përparimin e teknologjisë dhe veçanërisht të inteligjencës artificiale, të cilat po ndryshojnë rrënjësisht mënyrën se si ne mësojmë, mënyrën se si ne mendojmë, se si punojmë, po ashtu dhe si jetojmë. Pikërisht për këtë arsye, sot më shumë se kurrë, nevojitet që të jemi të pajisur me dije të thella, me shkatësi praktike dhe me aftësi kritike për të përballuar sfidat e së nesërmes. Mirë, Leonida, ndoshëm kështu edhe një pjesë të mesazheve nga ana e presidentit Bajram Begaj në ceremoninë e nisjes së vitit të ri akademik në Durrës. Faleminderit dhe për raportimin.